kam vujt edhe vuj ende në fakt prej situatat që më kanë kalu. Thjesht është një periudhë e jetës ku krejt atu që ka ti ke shty përpara, kthehen në një këndvështrim krejtësisht tjetër, kthehen si ngarkesa, kthehen si emocionet pa përpunume, e që ti duhesh me i përpunu, po për me i përpunu ato, duhet një kusgjatje jashtëzakonisht e lartë për me arritin në nivel dëshirueshëm individi. Po sa ka qenë vështirë për ty të njëjtën kohë me pas arritje të shkëlqyeshme në shkollë dhe të njëjtën kohë mu ballafaqu me gjitha këto? Ka qenë jashtëzakonisht, më ka qenë nëse kthejmë retroperspektivë, ka qenë ndoshta tash kishte qenë e pamundur në kohën edhe mënyrën se çush jam aktualisht. Ka qenë siç e thash më parë, një bindje jeme individuale që duhet me qenë një suksesshëm, duhet me dalë prej asaj paragjykimit, përjashtimit që e kanë kriju vetë se rrethi e kanë kriju ndoshta jo veç rrethi që nuk më ka njoft, kanë kriju edhe rrethi që mu më ka njoft, kanë kriju një paragjykim tillë, për shkak që e kanë në një formë mendoj që e kanë keq përdor mënyrën se çush unë kam qenë në atë periudhë. Keqpërdorimi i kësaj mënyre se çush unë kam qenë atë kohë, ka kriju edhe një hendek mes asaj që njeri duhet me qenë i suksesshëm, me pas rezultatet mira, edhe njëjtën kohë do të mu përballë me një lloj paragjykimi cili atëherë ka qenë shumë më i vrarë se sa nëse një paragjykim bëhet për një person mallor. Një paragjykim për një person mallor, po flas për rastin tim në moshën që kam aktualisht, është më i përballueshëm. Për një fëmijë është shumë më i brashtë, shumë më i lëndueshëm, shumë se fëmia nuk ka që ka me arrit me përpunu mirë emocionet, me përpunu mirë fjalë që i thuhet. Ndoshta nuk i ka ditë as në kohën ku po flas unë për këtë lloj dukurie, ndoshta edhe mësuesat edhe nxënësat në këtë rast nuk kanë ditë as me bë leximet e para në fakt, nuk kanë ditë as me lexu edhe më kanë të pavarur në këtë aspekt.